Sigurisht se për kundërshtarin që në ka rënë nuk ka nevojë shumë fjalë të flasim se sa i fortë është ai kundërshtar. Vetë tradita e atij në rezultatet e atij edhe pse në kohën e fundit nuk janë ndoshta në atë nivelin më të lartë të futbollit, por janë në ndërtimin e ekipit. Ashtu që vetë siç tha kundërshtar ndoshta më i fortë i cili ka mund të na bjerë, por megjithatë ne duhet përgatitur sa më mirë dhe sa më të gatshëm të presim Milanin. Prezentimi i jonë të jetë në një nivel duhur në futboll befazit ndodhim, ashtu që prapë përsëris ne duhet sa më mirë të përgatitena për Milanin. Po sigurisht se meritat më të mëdha deri këtu që kemi ardhur janë të lojtarëve. Do të thonë ato të cilët në mundësun këtë lojen me Milanin edhe publikisht të shprehi knatësin se u theqi ato gjelmoshat këtë ekip, ashtu që Milani është Milan, ne nuk duhet dërzohana para kohe, edhe në presën di loje dhe do të mundohana për një prezentim së më të mirë. Normalisht është ka një ranë është kënaqësi sepse ndeshëm me një ekip me traditë dhe një ekip të madh me emër siç është Milani. Normalisht ka vështirësitë e saj për arsye se ne këtë vit deshim të bëjmë një hap më tepër dhe duam të bëjmë një hap më tepër me kvalifikimin tonë në Europë. Në aspektin garues do të bëjmë më të mirën tonë, do të japim maksimumin dhe do fati dhe gjërat të shohim si do të shkojnë. Ne do të japim më të mirën tonë dhe në fund t'ja shohim si do të dalë rezultati. Kurse në aspekt tjetër sportiv, sportdashësit këtu në Maqedoni dhe gjithandej rrethit do të kenë mundësi që të shohin një klub me traditë, një klub me emër shumë të madh dhe shpresoj se kjo është edhe dhurata më e mirë për tifozët gjithë që mundeshim ne të bëjmë dhe normalisht në aspektin sportiv do të bëjmë më të mirën, do të garojmë maksimalisht në fushë për të fituar normalisht.